konkrete, por duke nënvizuar se dëshiron një projekt që krijon vende pune dhe që ka ndikim real. Ka spekulime se mund të jetë një biznes në fushën e medias, argëtimit apo edhe në sektorin e gastronomisë, por vendimi përfundimtar pritet të vijë pas konsultimeve me ekspert financiar. Për lëndrimin, 200.000 eurot nuk janë para për të shpenzuar shpejt, por kapital për të shunfishuar. Gjatë qëndrimit në shtëpi, ai ka folur për ambicjet e tij personale. Fama e fituar nga formati i jep mundësi të reja, bashkëpunime televizive, projekte mediatike, marketing dhe ndoshta edhe projekte artistike. Ai ka deklaruar se dëshiron të investojë edhe në veten, qoftë përmes trajnimeve, kurseve profesionale apo angazhimeve që e ndihmojnë të rritet si figurë publike. Në një treg ku fama shpesh është kalimtare, lëndrimi duket i vetëdijshëm se duhet strategji për ta shndërruar momentin në karrierë afatgjallë. Një pjesë e deklaratave të tij ka prekur edhe aspektin human. Ai ka thënë se do të ndajë një pjesë të fitimit për raste sociale dhe për njerëz në nevojë. Edhe pse nuk ka përmendur shuma konkrete, ideja e ndarjes së një pjese të çmimit për bamirësi është pritur pozitivisht nga ndjekësit e tij. Në një shoqëri ku pabarazit ekonomike janë të dukshme, një gest i tillë do të kishte ndikim simbolik dhe real. Qëndrimi në një format si Big Brother shpesh i bën banorët të reflektojnë për jetën, zgjedhjet dhe prioritetet. Lëndrimi ka theksuar se kjo eksperiencë e ka bërë më të matur. Ai ka thënë se nuk planifikon të bëjë shpenzime luksi të panevojshme.